që u kthyer në vendet e tyre, që ishin këto ditë. Çfarë mesazhesh sjellin? Sigurisht të veçanta. U shokuam nga ato që pam në Shqipëri. U shokuam nga ato që ndigjuam në Shqipëri. Dhe tani, në zyrat e larta qeveritar, të qeverive të tyre na thonë, keni të drejtë, keni shumë të drejtë. E kuptojmë që kemi qenë të pa informuar për narkoshtetin shqiptar, për narkoshtetin e Edi Ramës, për vjedhjet e Edi Ramës. Ja u thash këto, sepse ju duhet të dini, dhe shqiptarë duhet të dinë realitetin. Po e thash këto dhe për një arsye tjetër. Se në kuptimin më absolut të fjalës, shpresa e vetme jemi ne. Një mirënjohje të pakufishme. Një mirënjohje të pakufishme ndaj të gjithë atyre qeveritarve, deputetëve, zyrtarve të vendeve tjera që erdhën këtu me mesazhin e prerë të dënimit të korrupsionit, të funksionimit të ligjit dhe të kushtetutës. Por Edi Rama vazhdon. Edi Rama do të ndaj në qytetar mbi ligjin, veten, Lubin, lindat e tij. Dhe qytetar në ligjin ju të tjerët, ne të tjerët. As kushtetuta më staliniste e planetit e vitit 1974 e Shqipërisë nuk kishte një ndarje të tillë. Ndaj dhe është kohë kritike. Dhe jemi vetëm ne shqiptarët që mund të japim përgjigjen që meriton atij dhe asaj bande me mandate kriminale që kërkojnë të vishën me parzmore ligjore për të na vjedhur, për të vazhduar vjedhjet e tyre. Nuk heq ai imunitetin e Lubis, përkundrazi. Ai tregon ashtu siç është, njeri pa dinjitet, njeri i zhveshur nga çdo normë morale, njeri pa me zero integritet, se është sklav i kujt? I Lubi Ballukut. Është sklav i saj. Ai që në bashki është bërë me 200 milion euro duke vjedhur me asistente kryesore Lubin. Dhe ndaj tani i thot largoj ti dhe sill këtë duash, dhe sot kabineti i ri është kabineti e vërteta, kabineti Balluku. Se Rama, ata ministra që ka vua aty nuhun, si e kanë me radhë, ata si ka taku kur. Po ata kanë qenë asistente Ballukut në vjedhje, që të gjithë. Dhe ky i mori dhe i vendosi ministra për të siguruar atë. Pra, dhe bëri këtë në motivin se lufta kundër korrupsionit është më problem se korrupsioni. Përsëri ftoj shqiptarët të ndërgjegjësohen se këto kohë më shumë se kur nga viti 1945-46
po luhet me fatin e tyre. Fati i të gjithë shqiptarëve pas rënjes perdes hekurt ishte ta antarësohemi në Bashkimin Evropian një ditë. Ishte fati evropian, fati më i mirë. Në fakt, këte fat kanë shkruar në librat e tyre edhe në fundin e shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20 rilindasit. Shqipëria zonjë në Europë, thoshte ata. Shqipëria që kishte qenë 5 shekuj në Prandorinë Otomane, dëshira ëndra e atyre ishte zonjë në Europë. Shqipëria zonjë në Europë është Shqipëria antare e Bashkimit Evropian. Ç'po ndodh? Ç'po ndodh? Tani që ka shpall motën se unë do i vjedhë shqiptarët pa pyet njeri, tani shkruan me padronin e tij, Aleksandar Vučić, një faqe tërë në gazetën më të madhe të Europës, se nuk ka nevojë të antarësohemi me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Vetëm një armik i shqiptarëve, një tradhtar, një njeri që s'ka asgjë të përbashkët me këtë kom, mund të marrë përsipër të shprehet në këtë mënyrë. Qytetarët duhet ta dinë. Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka disa dimensione. Po dy janë dimensionet më të lidhura ngusht me jetën e tyre. Dy. Janë dimensioni Kopenhagenit, çka do të thotë qytetarit i garantohen të drejtat e tij, barazia para ligjit, drejtësia, dhe në radhë vota e të tjerë, dhe ky pikërisht këtë dimension jep. Nuk kemi nevojë. Jo, thot. Trengun e lirë, Prishti, atë na jepni ne. Dhe tërhiqet nga ato që quhen arritjet komunitetit, në kuptimin më shumë se arritje në fakt. Kjo fjala aki është një fjalë që përdoret tani ka hyrë të gjitha gjuhët. Pikërisht ato standarde i quajmë, që kanë të bëjnë me qytetarin, me komunitetin. Mirëqenia është pa diskutim. Çfarë bën Europën? Çfarë dallon sot Europën nga çdo pjesë tjetër e botës? Mirëqenia. Bashkimi Evropian është bashkimi në mirëqenie, është bashkimi në shërbime të shkëlqyera, është bashkimi në një sistem arsimor, është bashkimi në një sistem shtetësor, një shërbim dijitoz. Pra, ky e don, ky shkruan me paturpsinë më të madhe në mënyrën më kriminale, që këto nuk na duhen ne. Padroni tim Vučić dhe këti këtu kriteret e Kopenhagenit dhe standardet e komunitetit dhe qytetarëve nuk i na duhen, se këto nuk i arrin dot. Sepse me këto, ky për të qëndruar në pushtet do vjedhë zgjedhjet. Ky për të qëndruar në pushtet do vjedhë qytetarët. Ky për të realizuar akit e komunitetit, për të garantuar një grup standardesh, ky duhet mos vjedh qytetarët. Ndaj dhe heq dorë prej tyre. Heq dorë prej tyre
duke shkatruar në këtë mënyrë ëndrrën më të bukur të këtij kombi, ëndrrën europiane. Do thoni ju po, edhe do t'i shtrojmë gjërat, sa shumë e rëndësishme. Po mirë, çfarë do bëjnë të tjerët? Nuk mund bëjnë asgjë të tjerët. Jo. Mos markëstrojmë vetën. Të tjerët bëjnë maksimumin. Nuk mund bëjnë më shumë një vend se sa të dërgoj këtu ministrin e jashtëm. Me mision të prerë, që shteti ligjor duhet funksionoj. Nuk mund bëjmë shumë komisioni sa të dërgoj komisionerin për ligjet. Dhe ti thot se rruga drejt Europës blokohet, mbyllet, në qoftë se ti mbron Ballukun, mbron Lubin. Nuk kanë të bëjnë më shumë. Mos bëhemi të jemi njerëz të shtyetruar. Njeriu i shtyetruar merr përgjegjësi. Të marrim përgjegjësitë tona të bëjmë vetë. Ndaj të bashkohemi. E përshëndes. E përshëndes parafolsin. Është ditë e historisë kjo. Është ditë e bashkimit, ditë në të cilën u themelue kapitulli më i lavdishëm i historisë këtij kombi. Rezistenca ndaj superfuqisë më të madhe të kohës. Çfarë kemi ne Edi Ramën? Asgjë se kemi ne për ta hedhur aty ku e meriton, në koshtë të plerave. Një aventurier që s'ka asgjë shqiptare në qenjen e tij, që tani për trujtur miljardat e tij. Bashkohet me Vučićin. Kur bashkohet? Kur Evropa ka damgosur? Po. Se dhate për ca kohë u servirën e ndihmoi në mënyrë të jashtëzakonshme Edi Rama. Edi Rama është historia do t'i nxjerrë të gjitha, po tradhtin që i ka bërë kombit shqiptar dhe Kosovës në veçanti, nuk ja ka bërë asnjë shqiptar tjetër. Pas Enver Hoxhës. Por edhe ati, një kriminal, një autor genocidi, njëri që organizonte safarin e gjahun e njerëzve në Sarajevo, vllau të tij, gradualisht Europa e nxori se kush është. A ju kujtohet ju? A ju kujtohet o miq? Kur bën të thirrjet mos vendosen sanksione se Vučići nuk po zbaton sanksionet kundër Rusisë. A e mbani mend? A e mbani mend kur thoshte se gabimi madh nuk mund t'i vendos Serbia sanksione Rusisë se përmbyset Serbia?